kanë kaluar rreth 18 muaj nga rrëmbimi mafios i presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta, dhe ende nuk është zhvilluar asnjë hetim, as administrativ dhe as gjyqësor për zbardhjen e këtij krimi shtetëror të paprecedent në historinë e shtetit shqiptar, por të krahasueshëm vetëm me aktin terrorist të rrëmbimit të ish kryeministrit italian Aldo Moro në vitin e largët 1978. Rrëmbimi terrorist i presidentit Meta vazhdon të mbetet qëllimisht i pasbardhur, sepse zbardhja e tij do të konfirmonte në dritë të diellit faktin se ky krim shtetëror i urdhëruar drejt për drejt nga Edi Rama, me aprovimin e Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit, është kryer jo nga punonjës të policisë, por sipas informacioneve të besueshme nga bandit të përzgjedhur personalisht nga Ergys Agasi dhe Ilir Proda, ndër antarët e grupeve më të rrezikshme kriminale, kryesisht të Durrësit dhe Elbasanit. 18 muaj pas këtij krimi shtetëror, vijon të mos ta hetoj kallëzimin zyrtar të bërë nga Partia e Lirisë, kujtoj në datën 6 dhjetor 2024, ndaj banditëve, horave dhe kriminalëve që Edi Rama nëpërmjet Gysit dhe Prodës përdori për të realizuar rrëmbimin e presidentit Meta, konfirmon qartë bashkëfajësinë e SPAK-ut në këtë akt terrorist që kur e theksoj kur nuk do të amnistohet.